Dje rreth orës 13 në rrugën Boro Vulić në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacion rrugor Tetov privuan nga liria SHM 52 vjeç nga Tetova, pasi i njëjti është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre dhe i ka fyer gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. SHM është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Sot pas mesnate në rrugën Iliria, pranë një pike karburanti në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria LB 35 vjeç nga Tetova, pasi që gjatë kontrollit tek ai është i gjetur dhe sekuestruar një mjet i mprehtë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse, sipas nenit 80 të ligjit për armët. Sot pas mesnate në spitalin klinik të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria SQ 19 vjeç nga Shtipi. Ai është denoncuar nga dhëndri i tij LD 18 vjeç nga Shtipi me qëndrim të përkohshëm në Tetov, se pas një debati verbal në shtëpinë e tij, i njëjti e ka sulmuar fizikisht. SQ është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.